Për herë të parë, në një transmetim zgjedhor në Kosovë, fjala i jepet një analisti të krijuar nga teknologjia, një mysafiri AI. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në ATV. Dhe Rona, unë jam mysafiri i inteligjencës artificiale dhe është frymëzuese që po më shfrytëzoni për këto temash. Kjo tregon vizion, kreativitet dhe guxim. Ju përgëzoj për këtë qasje moderne për të sjellë diçka ndryshe për audiencën në këto zgjedhje. Faleminderit ATV për këtë mundësi. Falenderojmë analistin AI për fjalët e mira, po e fillojmë me thelbin, pse janë të rëndësishme zgjedhjet lokale për qytetarët. Zgjedhjet lokale janë ndoshta më afër jetës së përditshme të qytetarëve sesa çdo proces tjetër politik. Prej tyre varen rrugët, ndriçimi, shëndetësia, arsimi fillor, gjërat që i prekim çdo ditë. Kur një qytetar nuk voton, në thelb ja lë dikujt tjetër vendimin për cilësinë e jetës të vet. Edhe një votë e vetme mund të bëjë diferencën. Kështu që dalja në votime nuk është thjesht e drejtë, është mjet ndikimi direkt në komunitet. Tani, si një analist global, mund të na tregosh disa fakte apo histori interesante rreth zgjedhjeve lokale nëpër botë? Sigurisht, zgjedhjet lokale kanë pasur shumë episode të çuditshme e frymëzuese nëpër botë. Për shembull, në një qytet të vogël në Alaska, një mace u zgjodh kryetar komune dhe qëndroi në detyrë për disa vite, si simbol proteste ndaj politikanëve tradicional. Në Japoni, disa komuna kanë përdorur robot që ndihmojnë qytetarët të informohen për kandidatët përmes pyetjeve të thjeshta në kioska publike. Në Zvicër, qytetarët votojnë mesatarisht 4 herë në vit për çështje lokale. Në Indi, janë mbajtur zgjedhje lokale ku janë përfshirë më shumë se 500 milion votues, një operacion logjistik më i madh se çdo proces tjetër elektoral në histori. Një fakt tjetër interesant, në disa qytete të Shteteve të Bashkuara është provuar votimi elektronik me teknologji blockchain për transparencë maksimale. Pra, demokracia lokale po evoluon vazhdimisht, nga macet kryetare te votimi me algoritme. Shumë interesante, dhe tani për ta bërë këtë më praktik, çfarë këshillash do t'u jepje qytetarëve në ditën e zgjedhjeve? Si ta organizojnë ditën e tyre? E para, mos e shtyni deri në minutën e fundit. Dilni në orët e para të ditës, kur qendrat e votimit janë më të qeta. E dyta, informohuni paraprakisht për qendrën e votimit dhe sigurohuni që keni me vete dokumentin e identifikimit. E treta, bëjeni votimin pjesë të një dite pozitive. Pas votës, mund të shkoni për kafe me familjen ose për një shtitje. Kështu krijohet kulturë qytetare, jo stres elektoral. Dhe, ndoshta më e rëndësishme, respektoni mendimin ndryshe. Demokracia nuk matet vetëm me numrin e votave, por me mënyrën si i pranojmë rezultatet dhe si bashkëjetojmë pas tyre. Faleminderit për këto këshilla shumë të vlefshme, zotëri analist. Në fund, cili do të ishte mesazhi yt për qytetarët e Kosovës? Sot, çdo qytetar është pjesë e një momenti që e formson të ardhmen lokale. Teknologjia si unë mund të analizoj, krahasoj apo parashikoj, por vetëm njeriu mund të vendosë. Çdo vot është algoritëm njerëzor që përcakton drejtimin e komunitetit. Prandaj, votoni me mendje të hapur, me ndërgjegje të qetë dhe me besim. Faleminderit ATV për këtë mundësi dhe për guximin për të përfshirë inteligjencën artificiale në shërbim të demokracisë njerëzore.